Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrulezër në kuadër të shpjegimit dhe shtjellimit të ngjarjeve nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kemi arritur, sikur që kemi thënë në takimin e kaluar, tek një ngjarje shumë e rëndësishme, madje nga ngjarjet më të mëdha, më të rëndësishme në jetën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ngjarja e shpërnguljes hijretit konsiderohet nga ngjarjet më të mëdha. Dhe kemi thënë se kjo ngjarje nuk ka ndodhur rastësisht, nuk ka ndodhur si pasojë e momentit apo e motivit emocional, por ka pas planifikim, ka pas përgatitje që dal nga dal me u përgatit, domethënë edhe rrethanat, po edhe Medineja për ta prit Muhammedin alayhi salatu wassalam. Nga ngjarjet më rëndësi kemi thënë është edhe takimi të dërguarit alayhi salatu wassalam me një grup të ensarëve, të besimtarëve nga Medineja, dhe marrja e një lloj besatimi për besimin ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj ata janë besatu se do t'i përkushtohen besimit të pastër dhe do t'i luftojnë dhe largojnë dukuritë negative, sikurse vrasja, punë e ndyta, amorale, vjedhja, shpifja, gënjeshtra e kështu me radhë. Dhe këta janë kthy pastaj në Medinë, e zbashku me ta pejgamberi alayhi salatu wasallam ka dhënë një shok të tij. Realisht ja ka dhënë një nga njohësit e mirë të Islamit të asaj kohe. Me ta ka shku Mus'ab ibn Umeri. Mus'ab ibn Umeri të ndrozër ka qenë një prej besimtarët të parë në Mekë. Në jetën e tij të përditshme ai ka qenë shumë i pasur, ka qenë madje edhe shumë i llastuar, për shkak se nona e tij ka pas djalë të vetmin dhe ka pas shumë pasuri. Por në një moment Mus'abi realisht është privu nga gjitha këto. Kur ka besuar në pejgamberin alayhi salatu wasalam, nona e tij ja ka nal krejt, domthonë për shkak të besimit. Dhe ka mbet Mus'abi pa pasuri, pa ato privilegje, por gjitha këto si kanë më përshtypje për shkak se është përmbushme besimin Allahut te bareka ve taala. Ka qenë afër me pejgamberin, ka mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe tashmë në një mision shumë të vështirë, të rrezikshëm, po edhe shumë të rëndësishëm, po e përzgjedh pejgamberi alayhi Mus'abin. Mus'abi ka qenë djalë i ri, nuk ka qenë nga ata që kanë qenë pak më të moshuar, sikurse ishte Ebu Bekri, Omeri e kështu me radhë. Jo, Mus'abi ishte djalë i ri, rreth 20-ave. Dhe paramendonin në çfarë detyre po e çon pejgamberin këtë djalë të ri. Po e çon në Medinë që tashmë të fillon pak më publikisht prezantimi i Islamit tek banorët e Medinës, që të fillon tashmë edhe praktikisht, domethënë përgatitja e Medinës me e prit Muhammedin alayhi salatu wasalam. Ka shku Mus'ab ibn Umeri dhe ka qenë, domethënë, në mikpritjen, në miqësinë e një njeriu të njohur në Medinë, e ka pasur emrin Esad ibn Zurara. Ka qenë njëri i njohur nga besimtarët e parë që e ka pranuar Islamin nga banorët e Medinës. Ka shku Mus'abi radiallahu ta'ala anhu dhe ka met në shtëpinë e qytetit Esad ibn Zurara, të që kjo Esad i ka nejtë. Dhe njerëzit, burra, gra, kush ka qenë interesuar për këtë fe, me mësu, me dëgju, kanë ardhë dhe kanë dëgju. Ka fillu më bu musliman, ka fillu numri me ushtu, ka fillu tash edhe kjo temë më bu teme e madhe në Medinë. Deri sa, më thonë, kanë fillu edhe elitarët e fisëve me u shqetësu që ka pëndodhë.
Kemi thënë se në Medinë kanë qenë dy fisat mëdhaja, fisi Aus edhe fisi Khazraj. Fisat mëdhaja dhe me ndikim dhe dominim në Medinë. Nga fisi Aus ka qenë nga të parët e tyne, i pari, kryesori, ai që realisht e ka udhëheq fisin, nga se në atë ka qenë ndërtimi shoqëror në bazë të fisëve, jo sikur se sot, ka qenë Sa'd ibn Muadhi, radiallahu ta'ala anhu, një njëri shumë i guximshëm, trim, bujar, i mençur, i urtë, por nuk ishte besimtar, ishte i dhujtar, sikur se ishte zakoni i arabëve në atë kohë. Dhe një afërt ishte me emrin Usaid, ka pas emrin Usaid ibn Hudajri. E këta dy unulle kanë bisedu edhe kanë dërtu këtë çështje që po ndodh në Medinë. Kush është ky djalë i ri që ka ardhur? Çka po lyp këtu? Kush e ka pru? Pse ai më na bën neve problemin në Medinë? Edhe thot Sa'd ibn Muadhi, ky i pari i fisit, thot atë Esati që ka pranuar Esad ibn Zurarën, që ka marrë me veti Musab ibn Umerin, thot e kam djalë të hallës, e din ti apo? Ose djalë tezë se ka pas kushërit të parë. Atë nuk mëj me shkuën e direkt me u ballafaqu. Shko ti, edhe çka do që ti merr vendim na mas ti jema. Nisët ki Usaidi, edhe e shë Musab ibn Umerin në me të ullën në shtëpinë e qëti Esad ibn Zurarës. Kur e shohin këta dy, në Musab ibn Umeri, këj i dërguar i pejgamberit alësam, me këtë Esad ibn Zurara, e shohin këtë të ardhë, i thëtë që këj Medinës thëtë, pregatit më mirë, falë për hirë të Zotit, kallëzohet vërtetën, nga se situata është e pështirë. Dhe ai ka ardhur realisht për konflikt. Ai ka ardhur realisht për me debu. Edhe në kom hespra në mul, thot, çka është kjo që keni ardhur, shto që panaj të razani familje tone, keni sjell një fe treje e kështu me radhë. E kryna të vetën çka ka, e Musab ibn Umeri, ky djali i ri që e ka dërguar pejgamberi alayhis salam, i thot, a bën më ul veç pak, ndëgjam çka kam të thonë. Nëse të pëlqen, e pranon. Nëse nuk të pëlqen, unë të kursej nga këtë ajo që ty nuk të pëlqen. Domthonë mo nuk të bezdisi. Thot, ke fol mirë. Të ndërëzër kamën njëri mund në konë, për shembull nuk është besimtar, mund në konë i dhujtar, mirë po ka njerëzi, ka domethënë, ka burninte, ka vlera. Dhe e ka pa që ky njeri pa efton me të butë. E kur dikush sillet mirë me ty, realisht ta thënë zemrën. S'pa ku me e dëgju. Ullët që ky Usaidi edhe fillon Musab ibn Umeri me i tregu çka është Islami. Në çka po thrasëm na? Në ato që ja kom cekën takimin e kaluar. Me besu Allahun një, mos më ura me zveti, me rujt nderin e njëri tjetrit, me rujt pasurin e njëri tjetrit, që to i ka thira për. Ja ka lexuar disa ajete kuranore, e kur ja ka lexuar ajete Kuranit, ai ka kuptuar se në gjuhën e tij ka qenë. Plus ato udhëzime që ja dha Musabi, me sjellje të mirë e me fjalë të mira, domthonë u gjunjëzua Usaidi. E tha, kur dikush dënë mu bo si jo, qka do të me bo? A i tha, shkon pastrohesh, vjen edhe thush shahadetin, thush la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. A i shkon pastrohet, vjen e thot shahadetin. Për ka me luftu Musabin, mirë po, këthet ndryshave. Edhe shkon e thret Sa'd ibn Muadhin, atë tash kryesorin, e i thot qështu kom puna, për. A i hala ma te për dëmon, e ka pëja, nështë ta mlefi, qka për ndodh, e shkon a i vetash. Kër shkon vet, që ashtu njëjtë fillon me bërtit, e fillon dhe me thonë me kërcnu, e fillon dhe me thonë me rreziku Musabin e kështu më radhë, edhe Musab ibn Umeri thot njëjtën. Thot, a bon me që ullu, edhe dëgjan pak. Qka po thonë, pas taj vendosti. Ullet Sa'd ibn Muadhi, dhe posa fillon me i fol, do me thonë, Musab ibn Umeri,
mi ka du për çka kemi ardhur na, s'kemi interes kur gjë, s'ja u dojmë pasurinë, s'ja u dojmë pushtetin, kemi ardhur me u pajtu, kemi ardhur realisht me përmirësu gjendje, kemi ardhur me u lidh me Zotin xhel xhelalu, kur gjë më tepër. Dhe shihet në fytyrë që Sadi Madhi ka ndryshuar komplet apo. Nga e fytyrë, domthon e mvrejtur, nga fytyrë domthon e skuqur nga mlefi, nga kështu me radhë, tash në një fytyrë të drejtshme, të disponuar, edhe thot e kur dikush do të më bëjë kështu, çka do të më bëj? I ka dhënë një si atit parit, vjen Sadi i Madhi dhe bëhet musliman. Kur bëhet musliman Sadi i Madhi tash fiset po e presin. Çka kom ju kumtu, çka më bëhet tash me këtë njeri, a më dëbua, çka më bëa? Edhe ju thot të në ty në të madhe, thot, o burra, qysh më këndzoni mu, unë e për juve, qysh jam, ti e më i meqmi jonë, ti e më i dituri, ti e matrimi, ty kemi të parin, gjdo mendim që ti e ki është mendimi jonë. Atër thot, unë e për ju thonë publikisht, as kujt për juve, për i sot nuk ju flasë, nëse ju s'besoni Allah dhe pejgamberin. Ata kërën që kjo musliman, më fillon nga dal, më binë sa ju shpjegon, nuk është çështje me argumente, me fakte. Ja u shpjegon pse u bo musliman, dhe ka ardhur në transmetime, se hala pa përëndu dili, krejt dhe mund fiset të Evsit edhe shumica e fiseve bëhen muslimanët. Dhe kjo është një përgatitje madhe për me ardhur pejgamberi në Medinë. E pas të zëtë ka qenë edhe besatimi i dytë në Akabe që të flasim, që rreth ka qenë edhe faza përfundimtare përgatitjeve për shpërnguljen e pejgamberit në Medinë. Të ndërmjetër brenda pak kohë që na ka met disa dobi nga kjo ngjarje e madhe, e rëndësishme. E para është ndërmjetër shikoni si Islami i pjek njerëzit. Domthonë i bën të matur, të mençur, të urtë. Musab ibn Umair ka qenë djalë i ri. Deri para se më bo musliman, ka qenë komplet angazhimi i tij dhe preokupimi i tij ka qenë, domthonë dëfrimi, argëtimi, loja, shpenzimet, domthonë çka ka qenë derti i tij, çish më dal, çish më vesh, çish dikush më ma një erë në parfumit të mirë që e ka blet shtrejt, çish diku një pëlqy tesha jam, që si brega ka pas. A është kjo jetë? Jeta që krejt njeri punan për më u dëfry, për më argëtu, për me domthonë fitu një përshtypje të mirë nga ana e të tjerëve. Që kjo jeta është krejt, fatkeqësisht edhe sot tek shumë njerëz që kjo është jeta. Nëse jeta realisht kur njëri ka qëllime madhore, me përmirësu shoqërinë, me ul tensionet, me pajtu mes njerëzve, çka është ajo që duhet njëri më urrit në të dhe me pas qëllim madhor? E pejgamberi son e ka edukuar Musabin që nga argëtimi, nga loja, më boni njëri i formuar që tashmë e qenë pejgamberin në Medinë në mision shumë të vështirë, por shiko sa i pjekur. Nuk bën trazina, nuk bën skandale, nuk bën probleme, por me urtësi, butësi, dituri e ndryshon gjendjen në Medinë. Djalë i ri. Sikur që e përmend rreth të 20-ave. Me çu mision e kryma që të mund kryja. Po din ç'më kry. Për shkak se është eduku në duart e duhura, është eduku në seriozitet, është eduku në vlerësim të jetës, është eduku në sakrificë, është eduku në kontribut e kështu me radhë. Edhe pse kjo i ka kushtu me privim nga dëfrimi, argëtimi e kështu me radhë. S'prish për unë. Dunjoja kalon. Prandaj të ndërnozër, njëri nuk duhet me pas prioritet njëtë. Domthon argëtimin, pushimin, daljen, shëtitjen, këto janë çështje që të mirën për me marrë një pak vetëm u forcu, por esenca e jetës është kontributi. Çka ke bëu për familjen tonë, çka ke bëu për shoqërinë tonë, çka ke bëu për vendin tënd. Sa të këqija ke tentu, ke përpjekje, je mundu që me i largu, sa të mire i ke sjell, sa dobi në dije, në investime, në ekonomi, në përmirësim gjendjes, në pajtim mes njerëzve, në ruajtjen e rinisë nga dukurit negative, çka ke bo? Andaj nuk duhet me e nëmdersu askush vetet i me po një miri, ose mi vjetër, ose kam, ose s'kam, të gjithë kanë mundësi atër kur dojnë, dhe atër kur japin munde. Andaj,
Musab ibn Umairi ka qenë një djalë që me të vërtet për pak vite në Islam ka arrit që me u pjekuri që dërguat në misione shumë serioze dhe i kryen me përpikni, pa bo skandale dhe probleme dhe pa u friksu fare. Kjo është çështje madhore. Çështja e dytë ndërkohë që e marrim këtu është se pejgamberi alayhi salatu wasalam para se me e çliru tokën, para se do me shku të një hapësire të saktuar gjeografike, sikur s'është Medineja, njerëzve u ka hapë zemrën me dije, udhëzim dhe të vërtet. Dhe kjo është më rëndësishme në rrugën. Nëse njerëzit kanë mundësi me ndëgju si duhet vërtetën, pa shtrembnime, pa paragjykime, pa njëllosje, çdo zemër e pastër, çdo zemër domthonjë që realisht ka njerëzinte me lejen e Allahut e pranon udhëzimin e Zotit. Nga se ky udhëzim ka ardhur për njerëz. Islami është fe e natyrshme, i përmbush kërkesat e njeriu, i përmbush çdo kërkesë që njeriu ka, Islami ja përmbush. Veç duhet me dëgju mirë. Unë kam qëtë kërkesë, hajtë përmbushe që na ta japim udhëzimin çu përmbushesh. Edhe në aspektin e brendshëm, edhe në aspektin e jashtëm, edhe në aspektin e adhurimit, edhe të raporte me njerëz, edhe të komunikimit, edhe të zgjidhjes së problemeve e kështu me radhë. Islami e përmbush njeriu edhe me përgjigje të duhura në shumë dilema që sot njeriu nuk po gjen rahati. Dilema që kanë trazuar shpirtin njerëzor. Islami e qetëson me argumente dhe me fakte. Prandaj na duhet me përdor butësi e urtësi, por me pas edhe njohuri për fen tonë, që kur dikush ka paragjykime, që kur dikush ka mungesë të njohurive, me ja shpjegu që duhet që ja qetëson zemrën. Andaj shiko çfarë njerëz për shembull kanë qenë Sa'd ibn Muadhi, Usaid ibn Hudayri, këta njerëz domon të luftave. Sigurisht se vetë këta kemi kaluar, këta veç në luftë kanë shku. Njerëz domon të rasteve trona, domon të situatave zakonisht me ngarkesa. Megjithatë, udhëzimi i Allahut i ka zbut. Kanë ardhur me njët me evram Musab ibn Umairin dhe me dëbu nga Medineja, ai ka bu për veti. Dhe kjo nuk është e pazakonshme të vëllezër. Edhe sot gjejmë situata të shpeshta ku njerëz për shembull që në fillim ka një arrogancë ndaj Islamit. Punojnë për me injolluar besimtarët. Qoftë për shembull përmes ndonjë shkrimi, libri, madje ka pasur regjisor që kanë bërë film kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, kanë luftuar kundër xhamive. Ka dashur Allahu i manduar, pastaj veç këtë dëgju që filoni është bërë musliman apo. Dhe kemi raste shumë të në botën perëndimore që bën musliman pa dhunë, kush ka mi dhunu atje apo, kush ka mi u imponu atje në vend tyne. S'ka dhunë, s'ka imponim, por ka ndriçim të zemrës, ka ndriçim të mendjes, e këtë Islami e bën më së miri. Kur bie fjala për me ndriçu zemrën, me përmbush njeriu, këtë Islami e bën më së miri. S'ka konkurrent këtu. Për çfarë edhe feja që më shumë ti në botë pranohet është Islami. Nëse njerëzit kanë nevojë, janë të boshatisur, të zbrazur, dojnë përgjigje. Andaj Islami ja përgjigjet e duhura. Kur nuk bën me thonë që filoni kur zbohet musliman, kë kur s'ndron. Mos thuaj ti kështu. Ndryshimi i njeriu, udhëzimi i tij është dorë të Allahut. Na duhet më përpjek me dituri, me njohuri, me sjellje të mirë, me kontribut, me prezantu në mënyrë më të mirë të mundshme udhëzimin e Allahut Azza wa Jall. E njerëz pastaj vlerësojnë për vetët e tyre, kush do në botë, kush nuk do në botë. Sikur që Allah thotë në Kur'an, "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Kush don, le të beson. Kush don, le të mund. Dunja është e tillë. Gjykimi përfundimtar i njerëzve është pastaj tek Allahu i manur. Ai ka më gjykuar të vet. Dunja nuk ka dhunë. Na duhet me bindje, me argument, dhe kjo është e mjaftueshme. Dhe kjo është e mjaftueshme që njerëz më u bindë. Prandaj duhet që me marr shembull nga Musab ibn Umairi. Dhe gjithashtu ndërkohë edhe Sa'd ibn Muadhi. Se ka pas let ai me ngul Musabin. Një djalë i ri ka ardhur në Medinë, kush jeti me mësu mu, kush jeti me kallëzu mu. Jo nuk e bëni kot. Njeriu kur ka mundësi me dëgju për shembull një të vërtet, ka mundësi me dëgju një mësim, dëgjoje.
edhe pse është më i ri se ti, edhe pse ndoshta nuk është në pozitë si ti, dëgjoje. Dëgjoje djalin kur flet, nga sa ka mundësi djali me mësu babën, ka mundësi, baba kej nuk i din, e më nëstuj, ti e bo me më kallëzu mua, se ti e bo me mësu mua. Një, ku do qesha se dikush po flet mirë, po flet diçka që realisht e kap logjika njeriut, e pranon zemra, ullë dëgjaj edhe pranoje. Po ju gjithë shka nga fjallet tonë që realisht janë bosh, janë të kote, janë shpifi, akuza, fjallet trona, këto s'ki qa mi dëgju dhe njëse, këto s'dresht, as nuk përmbushin, pa as nuk qëtësojnë. Andaj Musabi, si ka akuzu me unë, ju jeni ignorant, ju s'dini, ju jeni të zhytë në bestytni, si ka thonë kështu apëta. Kanë ullet nga më pak tani, po Sadi ibn Muadhi kër e ka ndëgju të vërtetën, s'ka thonë, unë e isha bo kështu, po tani jo pozita, po tani jo pasonia, po tani jo autoriteti, nuk ka kalkulu fare me këto, nga se këto e në përkosh me dunjas. Nuk duhet njeriu të ndërruazër asë një herë, që për shkak të kalkulimeve materiale, për shkak të interesave personale, për shkak të prirjeve e psharake, me e refuzu të vërtetën. E di që kështu të spomoj vëllasën të një kom, pranoj ato që të vërtet, nëse për një fjalë dëgjon, se ka thonë Zoti me krye obligim krye, nëse dëgjon se Allahu e ka ndalu një punë, e ti e të bo, largahu, e mos kalkula, nëse largona tani më thojnë e flasin, lej njerëzit flasin gjysë qysh do që të bosh njerëz kanë me folë. Banu me Allahun Azogjel, Allahut ngrit, Allahut mbron, banu me të vërtetën, për krejt vërtetën të duhurën. Ka se kjo është e që në dunjat ngrit, truan, po edhe garanton shpëtim ditën e gjykimit. Dhe kjo është dhe në fund nga kjo rast, në që e përmenda, marim se njerëzit me autoritet, përshon që kanë ndikim tek njerëzit, nëse bon musliman pranin të vërtetën, ja u shkojnë hari njerëzit. Në kur njeri me autoritet është nudhë në dur, këtë popli jeshe harin. Po kur njeri me autoritet është në rrugën e gabuar, këtë njerëz është shkojnë shërën atë. Prandaj është më rëndësi, për shembull prindi, në familje, ose dikush që ka autoritet në shoqëri, në farefes, në vend, që ti kujdesshëm për veprimet e tij, për sjelljet e tij, nga se ai shpesh është model për të tjerët, edhe me pas kujdes ku po vendos këmbën, çka po flet, nga se njerëzit pastaj kanë mundësi me ndjek rrugën e tij apo. Për këtë arsye të nevojë nuk është hiç e hishme, për shembull, hiç nuk është e mirë që shohim nganjëherë, domthonë edhe në emisione, në informata të ndryshme, për shembull, njerëz që përfaqësojnë popullin, për shembull, janë të zgjedhur me mbrojtje interesit e popullit, e flasin fjalë të dyta, banale, shtyhen me zvete, apo çfarë mesazhe i japin rinis, çfarë mesazhe i japin të tjerëve, si kanë holë na kundër dhunës, gjuhës apo të ruajtur, mos e pas gjuhë të urrëtitës, kur njerëz që përfaqësojnë popullin përdorin gjuhë të urrëtitës, përdorin gjuhë diskriminuese, ofenduese, fyrse e kështu me radhë. Andaj, njëri që ka autoritet, njëri që ka ndikim, duhet me koni kujdesshëm. Nga se nëse ajo është mirë, me lenin Allahut dhe populli pastaj ka me konë mirë. Po nëse njerë që na përfaqësojnë, njerë që janë autoritet, nuk janë në Zotit, nuk janë parimet të duhur, nuk janë vlera të moralit, çfarë mesazhe ata i dërgojnë nisën të Zotit, çfarë mesazhe i dërgojnë të ardhmës, çfarë mesazhe i dërgojnë familjeve e shumë të tjera. Andaj këto që po flasim nga jeta e pejgamberit sa më vërtet janë inspirim për ne, janë frymëzim, udhëzim për ta përmirësuar gjendjen tonë, nga se pejgamberi ka mëshirë për njerëzit dhe ka udhëzim për ta dhe pajtim me Allahun, pastaj edhe pajtim me vetë. Allah na bëft ata atill që e pranojnë të vërtetën, e njohin të vërtetën, e përhapin të vërtetën dhe janë shembull i mirë për të tjerët në gjitha aspektet e jetës. Allah na ruaj nga devijimi dhe nga çfarë do shturje që na shpihen në degenerim dunja e në humbje e dënim ditën e gjykimit. Kaq për këtë pjesë, Zoti ju shpëlbeft, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.